Tani mos prisni që nga ky kongres unë të hedhë rufe mbi Greqinë se këtu nuk jemi në malin e Olimpit dhe s'kemi as në i mandat për të bërë punë të Perëndis, megjithëse anëzat e Parnasit shekullit 21 do të thoshin ndryshe. Megjithatë, lejoni ta them me krenari atë që ju e dini, shpëtimi e di më mirë se të gjithë. Unë jam kryetari të parës parti politike shqiptare që çështjen Çame e futi të zezën e të bardhë në programin e vetë. Dhe jam me krenari kryetari të parës qeverisë shqiptare, që jo vetëm në marrëdhëniet me Greqinë, po ndaj të gjithë fqinjve dhe të tjerëve për te fqinjve, është vendosur të tregoj dinjitet dhe vendosmëri në kërkesën për reciprocitet në respekt. Ose si që pëlqen ministrit tuaj shumë dashur të punëve të jashtme, qartësi strategjike. Lidhur me kërkesat historike që ju i ngrini dhe që avokati famshëm ka marrë përsipër t'i trajtoj në rrugë ligjore, më lejoni t'ju them diçka solemnisht. Marrëdhënia me Greqinë është ajo me një popull me cili historia na ka lidhur pasgjithshmërisht, si për të na sprovuar durimin dhe për të na kultivuar talentin e kuvendimit. Dhe teksa hap pas hapi, e vërteta është që çështja Çame po faktorizohet, por shqisa e forcës verbër po tretet. Ashtu si në çdo organizëm mbijetuesi, po forcohet një tjetër shqisë, shqisa e shëmbullit, e forcës shëmbullit. E shëmbullit që duhet na bëj më të urtë, jo në kuptimin të urtë kokullur, por më të urtë në vendosmërinë tonë, për të këmbgulur në një drejt të mohuar në kaq shumë vite deri në pikën sa fqinjet as nuk pranonin ta hapnin fare si muhabet dhe kërcënonin se po u hap ky muhabet ne ikim nga tavolina. Sot në harkun e 32 muajve ka ndryshuar diçka themelore. Jo vetëm që nuk ikin nga tavolina, po kanë kuptuar se për ne kjo nuk është një çështje revanshi. Kjo është një çështje dinjiteti.